Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, duke ju lutur të gjithë subscribe në kanalin ton për të ndjekur lajmet më të fundit që kanë të bëjnë fakt me artistët shqiptar. Sot dua t'ju sjell një lajm të bukur, të gjithë ju adhurues të Big Brotherave, të gjithë ju fansa të zjarrt të fenomenit Big Brother, lajmin të ngrohtë të dalur nga fura e kam për ju. Kam patur shumë mesazhe duke më pyetur Tiran a mendon që do të ketë Big Brother VIP 5 në Kosovë, duke e ditur shkeljet e rregullave, duke e ditur të vërtetat që ju dolën në sezonin e kaluar. Do me thënë, sezonin e kaluar, a kishte një lloj dështimi? Kishte, sepse mendoj që ishte toleranca e tepërt kundër drejt banorëve, mos pëlqimet e banorëve, mos dakordsimet e tyre, duke e quajtur që u bë një padrejtësi kundër drejt tyre, i nxorën disa gjëra që ndoshta nuk duhet nxjerrur sepse ne e dim shumë bukur që ajo është një reality show dhe nuk mund të ndodhen me spontanitet. Nga vetë fakti që thuhet reality show, nuk kupton që ka një skenar, ka një regjisor i cili e ndërton të gjithë këtë show të madh që ne po shohim. Është në fund të ditës një show, është një spektakël. Dhe këtë vit ishin në pikpyetje në qoftë se do të ketë apo nuk do të ketë një Big Brother VIP 5 Kosova. Nga informacione që unë kam arritur të siguroj, kam arritur të marr informacion që Big Brother VIP 5 Kosova tashmë është duke përgatitur castin e radhës. Do të thënë 3 muaj të verës, ky reality show do të merret me përzgjedhjen e personazheve. Po si do të jetë? Këtë vit personazhet do të jenë edhe më specifik. Do me thënë, në qoftë se vitin e kaluar, kanë kaluar në psikolog, është dashur që t'i studiojnë mirë personazhet të cilët janë bërë pjesë e castit të Big Brotherit, këtë vit do t'jenë 2 fish edhe më të fuqishëm, 2 fish edhe më spektakolar. Do të thënë, këtë e kam si informacion nga brenda produksionit. Po bëhet një cast që nuk ka ndodhur në 4 sezonet e më përparshme. Do me thënë, jemi në luftën e madhe të klikimeve dhe produksioni po lufton masovikisht për të arritur një nga castet më të suksesshëm që ka patur deri më tani. Banorët do t'jenë shumë interesant, përsëri do me thënë, do t'jetë e fokusuar tek historia, përsëri do t'jenë të fokusuar tek ngjarjet, përsëri do t'jenë të fokusuar tek personazhi, por më së shumti do t'jenë të fokusuar tek strategjia. Do me thënë, po bëhet një punë intenzive. Le ta themi konkurset, edhe pse janë konkurse të mbyllura, nuk janë konkurse të hapura, kanë filluar, bisedat mes producentëve kanë filluar, se kush mund të ishte ideali për castin, çfarë do të kishte dhënë për castin, planet për shtëpinë kanë filluar, do me thënë do të jetë një shtëpi më prestigjioze nga ajo që kemi parë vitin e kaluar dhe informacioni që kam ngjyrat e shtëpisë do të jenë ngjyra më të gjalla. Do me thënë jo ngjyra ashtu siç ishin viteve me radhë si ngjyra të vdekura. Do me thënë, po përgatitet një cast fantastik. Dhe më interesantja, çfarë është e këtij casti, që kontratat të cilat do të nënshkruhen nga ana e produksionit do të jenë kontrata shumë të rrepta për banorët të cilët do të dalin nga shtëpia dhe do të vazhdojnë përditshmërinë e tyre. Që do me thënë, gabimet që ndodhen këtë vit nuk do ndodhin vitin e ardhshëm. Stafi tashmë shumë i profesionalizuar, po përgatisin një cast fantastik dhe do t'jenë banor që do të na shokojnë me historitë, ngjarjet dhe formën se si do ta luajnë këtë cast.